një reflektim më i gjatë. Duhet ta kemi edhe kandidatin për kryeministër kryetar, jam i bindur në këtë. Çështja e drenasit është çështje që e kam adresuar. Tash e 2 dekada spakun politik. Ma merr mendja që nëse mundi më dhoni një kredit, kish me qenë që kam qenë shumë i sinqert dhe shumë i drejt për drejt gjithmonë. Atë që thash është arsyeja e plot dhe e vetë. Është një reflektim më i gjatë, një planifikim më tjetër, dhe një vendim që ndoshta do ta merrja më herët sikur të kishim mundësi që të kemi stabilitet institucional. Sikur të kishte ndodhur një qeveri që ne e kemi planifikuar, unë do i shpallja zgjedhjet e partisë dhe nuk do të kisha garuar. Ky ka qenë edhe plani. Por me qenë se tash jemi para zgjedhjeve, ju thash është reflektim që duhet ta kemi edhe kandidatin për kryeministër kryetar, jam i bindur në këtë. Çështja e drenasit është çështje që e kam adresuar, por është vetëm një fusnot në arsyet për cilat fola. Ndërsa ju e dhatë dhe përgjigjen pyetjen e juaj. Unë jam i bindur që kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryeministër duhet të jetë Bedri Hamza, sepse jam po ashtu i bindur që është kryeministri më i mirë që mund ta ketë Kosova sot. Dhe normalisht që nëse miku im Bedri Hamza kandidon për të qenë kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës, ai e ka mbështetjen time të plotë, sepse besoj në leadershipin e tij dhe besoj që është figura e cila mund t'i pri Partisë Demokratike të Kosovës në fazën e ardhshme. Gara është e hapur, kushdo që i plotson kriteret statutare dhe të rregullorës së konventës ka drejt me garu, ka pas gjithmonë. 2 herat e kaluara kur kam garuar s'kam pas kundër kandidat, nuk mund të them a do të ketë tash, nuk mund të them për askënd që do të garoj, por preferencën time për Bedri Hamzën nuk e mshefi përkundrazi me knatësi e bëj publike.